Çfarë është diella? Diella është një produkt i Enios, i Lindës dhe i të tjerëve këtu që punojnë me ta dhe që më falni se unë po njofta një qeros me qerosin lidhem edhe të tjerët nuk më bëjnë përshtypje. Është e pa imagjinueshme. Është një histori prekse me të vërtet që një grusht të rejash dhe të rinj këtu në Shqipëri prodhojnë diçka për cilën ka folur e gjithë bota dhe sot ne jemi në kushtet kur së shpejti ju do të shikoni, do të vinë këtu ekipi Nvidias për të filluar punën për ta çuar diellin në një nivel krejt tjetër. Si është e mundur kjo? Kjo është e mundur sepse e bët ju. Prandaj ju jeni shumë të çmuar. Nëse për një moment do të mendonim që të fikeshin dritat e kësaj shtëpie, Shqipëria do të kthehej në epokën e gurit, në kuptimin e gjithçkaje që ishte përpara se sa juve ta transformonit këtë vend në vendin e mbi 1000 shërbimeve publike online dhe në vendin ku s'ka radha. Tani ne i kemi dhe disa sfida tjera, me kush do t'i bëj, ju do t'i bëni, me të gjithë mbështetjen dhe të gjithë dashamirësinë dhe të gjithë përkujdesin tonë. Ju do t'i bëni sfidën e prokurimeve publike me inteligjencën artificiale, që do ta transformojnë totalisht qasjen e një administrate shtetërore ndaj prokurimeve publike dhe që do të bëjnë një model edhe për tjerët. Edhe aty do të punojmë me Nvidian, siç po punojmë me Microsoftin. Aleanca jonë me Microsoftin është e jashtëzakonshme. Admirimi i skuadrës Microsoftit për ju është i jashtëzakonshëm. Unë së bashku me Lindën kemi takuar një ndër drejtuesit e lartë Microsoftit dhe ka shprehur konsideratat më të larta për Action, edhe për Shqipërinë digjitale. Nuk duhet të dorëzoheni, nuk duhet të likështoheni dhe duhet të jeni solidar, duhet të kuptoni që në fund të ditës çfarë nuk të vret vetëm të forcon. Kjo është jeta. Ka sfida që i zgjedhim vetë, duam të bëjmë inteligjencën artificiale një forcë të re të këtij vendi. Kjo është një sfidë që e zgjedhim ne. Po ndërkohë që ne duam të bëjmë këtë, ka një sfidë që na zgjedh ne, që është sfida që të përballemi me një çështje të drejtësisë. Në këtë rast, me një çështje që prek Action, prek reputacionin, krijon mjegull. Dhe në mjegull ju e dini se sa hiena dhe ujq, dhelpra, minj, e gjithë farloj dy këmbshësh me 4 këmbë ka Shqipëria. Por kjo nuk do të thot as pak që ne të mos shohim që e nesërmja është përsëri e jona dhe nesër djeli do lind përsëri. Unë erdha këtu për t'ju thënë të gjithëve ju që sinqerisht dhe realisht ju jeni një nga gurët më të pazëvendësueshëm të mozaikut të shtetit shqiptar. Dhe për këtë arsye duhet ndjeni shumë krenar, po duhet ndjeni dhe një përgjegjësi që shkon përtej individit. Unë jam i bindur që këtu ka njerëz që sot mund ta lënë punën dhe të shkojnë me një herë të marrë një punë në sektorin privat dhe të kenë një pagë edhe më të lartë. Po ne do ta bëjmë Action që të ketë pagat më të larta në Shqipëri dhe mos ketë asnjë ndërmarrje private kapacitet ta konkurojë.